vendin e ka zgjedhur presidentin. Krenar, nuk është Se Satike, qysh po dash ka më koni përgatitun si pas jush, nderuar koleg, për negociata. I dërgon ftesë. Kujna? LDK-s. Me negociu, me bisedu, me zgjidhje probleme. Edhe çfarë ftesë ke pak? Me për çmimin e ftesë. E fton LDK-n. Po. Edhe çka tash? Edhe lutet LDK-s, ashtu që nuk ka lutë edhe i sa Mostafës. Nuk ju lut fort, më shumë me dan. Ja shiça. Edhe i lutet, edhe qëndrueshme, edhe shantazhon gjithajnë. Po tana brenda letrës. Satike, shka qysh po dash ka jo alternativa. Mos më kallzosh ka shkruaj se kemi lexuar na krejt. Lumira Biçiku dhe kryesia dolin me kur janë nisë i ron fund. Ti thonë s'po din me negociu edhe s'po din me po. Jo shiça. Çka dhe edhe diçka. Nuk po din me negociu sepse nuk është mësuar me negociu. Është dop negociu. Po shka kjo dopsie vetëvendose za po. Është dop, po do ka pëlqen ajo punë. Këtë e ka patur slogan, jo negociata vetëvendose. Mos harro. Tash kur i çon ftesë LDK-s, edhe me një përgjigje për LDK-s, i herë lut, e kërcënon, e shantazhon. Çka e kërcënon? Me botana herët. Çka e kërcënon? Ti me botana herët. Koalicione me partia. Po çfarë kërcënimi është ajo? Ajo është përshkrimi i gjendjes faktike. Po është një parti. Çfarë nënshmimi? Ajo nënshmim më i madh i LDK-s ka kur ka shkuar atë. Ky vetëm e ka përshkruar një gjendje faktike. Opposition parti. Po. Tash s'kan fuqi politike. Po, a mon në Zanzibar kur dalën ora 12. Karo qeveria, jo s'karo tash qeveria. Jo tash karo qeveria. Në ndërkohë deputetët e vetëvendosjes me njëherë ose ata që kanë kandidu për të vetes kanë fitu, ose këta që kanë fitu. Me qu letër me lut për koalicion me partneritet ko ka kërcënim, apo? Me kallzu që ki po koalicion me qata, që ki akuzu që t'kanë vro, është kërcënim, apo? Jo, është